pjesë në fare në këtë takim? Nuk mendoj që është çështje e bindjes, pra në kuptimin personal të tyre. Është çështje e zgjidhjes në kuptimin politik, institucional edhe partijak. Dhe mendoj që në këto takime duhet të mbizotrej arsyeja për të krijuar institucione, për të ecë Kosovë përpara, edhe për të mos pas bllokime. Arsyeja nuk kupton që mund gjendet një zgjidhje për koalicion, për president, për çfarë? Po, arsyeja pra është që sigurisht në ditë në vazhdim, mbetet në vizionin pra të kryeministrit Kurti, që në koordinim sigurisht pas bisedim dhe në objektivitet të plot, bisedoj me krejt të subjekte politike për modelet e zgjidhjes së situatës. Pra i mbetet zotit Kurti që ta diskutojnë një gjë tjetër. Natyrshëm i mbetet partisë fituese në këtë rast, kandidatit tonë për kryeministrin detyrë dhe sigurisht kryeministrit të ardhshëm. Pra çështja se si e sheh zgjidhjen dhe natyrshëm sigurisht kjo gjë do të jetë shumë transparente. Si e vlerësuat refuzimin e AK-s për të marrë pjesë? E zotit Gjini? Po a ka kthyer borxhin sepse më herët se thërrisni të fare ju? Po nuk mendoj që është çështje borxhi ose jo. Ata kanë mendimet e tyre.